Shkencëtarët e njerëzit më të ditur në këtë botë mendojnë se asgjë nuk mund të jetë krijuar vetvetiu e rastësisht, por gjithçka e ka një projektues e krijues të vetin, dhe se gjithçka ka ardhur me një mision të caktuar. Ashtu si një pikturë e bukur ka nevojë për një artist piktor që ta vizatojë atë, ashtu si një ndërtesë ka nevojë për një inxhinier të Zotin që të bëjë planin e ndërtimit, po ashtu edhe këto planete madhështore, dielli e hëna, ka nevojë që dikush t'i ketë krijuar ato me kaq përpikmëri, saqë të gjitha jetojnë në harmoni me njëra tjetrën dhe secila del, e zhduket, qëndron, punon në vendin që është caktuar nga krijuesi i tyre, se përndryshe do të përplaseshin e botas do të ekzistonte. Po kështu dhe qielli, i cili qëndron pa shtylla lart, do të binte dhe do të përplaseshe me tokën. Po kështu edhe njeriu, i cili epse është me miliarda e miliarda në gjithë këtë univers, ai është unik me shenjën e gishtave të tij. Po kështu edhe miliarda qeliza që ndodhen në trupin ton, kur nuk ngatërohen me njëra tjetrën, po secila e kryen me përpikmëri misionin e saj derisa njeriu ta ketë jetën. Ky pra është krijuesi, Zoti i lartësuar, i cili në librin e tij në Kuranin famlart thot: Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrësi mbi çdo gjë. Surja Zumer, ajeti 62. Po kështu thuhet në një ajet tjetër: ne e kemi krijuar njeriun nga një pikë uji, fare të përzier. Sa madhështore. Pra hajde o motër, edhe ti o vëlla, ju presim në Islam